A është unik Fronti Evropian, zotëri Rexhepi, për shkak se jemi mësuar të shohim këto lëvizjet e fundit deputetëve nga opozita drejt shumicës, nga shumica drejt pakicës, pra sa është unik dhe do të qëndrojë kështu deri në fund, pra deri në zgjedhjet lokale. Plot një vjet nga themelimi i kësaj qeverisë monoetnike dhe anti-shqiptare, target i Frontit Evropian, ndaj Frontit Evropian, target ishin deputet e subjektive tjera politike jashtë ABD-s. Për mua ka qenë ofenduese të më pyesin gazetarët se po flitje se do lëvizni, për mua ka qenë ofenduese, pasi që unë konsideroj që duhet t'jesh paremor në një lëvizje politike apo në një aktivitet politik. Nuk ka gjasa të ketë asnjë lëvizje në kuadër të Frontit Evropian, sepse është krijuar në bazë vullnetare dhe vazhdon të funksionojë në bazë vullnetare dhe padyshim edhe suksesi do vijë në bazë të përgjegjësisë që e kanë dhënë gjitha subjektet politike këtu. Jo që nuk pres, por nuk do ketë ndryshime për faktin që dita ditës që vje edhe shihet realiteti politik në Maqedoninë e Veriut, shihet që Fronti Evropian mbetet e vetmja zgjidhje dhe mburoj e interesave etnike jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të turqëve, të bosnjakëve dhe gjithë tjerëve që jetojnë këto komuna shqiptare.